Unë ti e di se ne jemi taku për problemin e septumit që e kam, hundën e shtrembur edhe pse sa më duket shumë, po unë e ndjej. Uh, a ka shumë njerëz si unë? Po, do të thënë problemet me septumin janë probleme që nuk shifen. Vizualisht shifet pjesa e estetikës. Pjesa e septumit ka të bëjë me pjesën e brendshme të kavitetit nazal dhe devijimet të cilat i ka kaviteti nazal ndikojnë shumë në cilësinë e jetës të njeriut, të pacientit. Prandaj edhe do të trajtohet si çështje, nëse kemi problem me frymarrje, problem me sinuzite, e cili sekreti i shpesht të cilin e shfaq nëse kemi devijim të septumit, edhe gjakosjet e shpeshta, për shkak se nëse nuk ka erosje si duhet, vazokonstruksioni është i madh dhe mund të shkaktojë. Mu më krijon problem me sinuset, edhe thjesht ndonjëherë mendoj se kokën e kam për kot kur më them shumë puna e sinuseve, po është e menaxhueshme, ne kemi arrit ta qetësojmë përkohësisht, po pas emisionit të flasim organizimin e asaj se si a do të operohet realisht, shkaku i asaj se unë nuk ndjehem mirë.